se shpesh mungon në ndjeshmëria ndaj problemeve të tyre. Për të bërë më tërheqëse politika duhet të jetë më e hapur, më e sinqertë, si dhe duhet të krijojë hapësira ku të rinjt të ndihen më të dëgjuar dhe më të përfaqësuar. Atëherë ajo po shihet si një diçka mjaft e korruptueshme, diçka cila ndryshimet janë të ngadalshme dhe nuk vinë në vendin e vet. Të rinjt janë inferior ndar politikës, sepse kur hyn aty, ndihen se janë përlyer me diçka mjaft të rrezikshme dhe gjithmonë ndihen të pasigurt në atë rrugtim të cilin e marrin nga politika. Po ashtu, sepse të njëjtat fytyra gjithmonë i kemi prezente, pa pasur fytyra të reja siç janë të rinj. Pa pоради политическият скептицизъм, който ще резултира от лошите политически практики в нашата държава, а особено масовната партизация на системата. Neve na është mësua prej fillimit, domethënë prej në moshë të vogël, se politika është ajo pjesë e korruptuar dhe ajo pjesë negative në popull, edhe të rinjt, domethënë nuk e kanë besimin e duhur dhe nuk shohin ndryshim apo impakt pozitiv këtu. Pika e dytë, që është edhe kjo më e rëndësishme, është fokusi i dobët i të rinjve. Nuk ka të një nismë ose të një iniciativë ku të rinjt përshihen. Për mua do ta bënte më të rëndësishme ose më atraktive pjesëmarrjen në politikë, nëse ne si të rinj do kemi mundësi të marrim vendime për të ardhmen tonë. Kjo është një sindrom që i thonë sindroma e sklevrisë, ku njerëzit ende ndihen nuk e kanë guximin të dalin të flasin, apo që thonë mendimet e vet, apo kanë adhurim ndaj autoritetit. Edhe për këtë arsye ne kemi një sistem autoritar, ku të rinjt e shohin si frikë dominimin e sistemit dhe marrjen e sistemit. Që të kemi qasje më të lehtë në sistem, apo që të rinjt të përfshihen në sistem, duhet që autoriteti i sistemit, partitë politike, t'ju lënë më shumë hapësirë të rinjve, vetvetiw, dhe nga atyre t'ju hiqet ajo ndrojë dhe frikë që e kanë në mënyrë traumatike që është krijuar në shoqërinë tonë.